Sipas një raporti të publikuar nga Departamenti për Punë të Brendshme në Gostivar, dhuna në familje vazhdon të mbetet një ndër sfidat më serioze për sigurinë dhe mirëqenien e komunitetit. Të dhënat tregojnë se gjatë vitit 2024 janë evidentuar 60 raste të dhunës në familje, duke shënuar një rritje prej 15% krahasuar me vitin paraprak. Në vitin 2025 është regjistruar një ulje e lehtë prej 8%, ndërsa në vitin 2026 fenomeni ka pasur sërish rritje prej 12%, çka tregon për një trend të paqëndrueshëm dhe shqetësues. Analiza e rasteve tregon se rreth 80% e autorëve janë meshkuj, ndërsa rreth 85% e viktimave janë gra. Faktorët kryesorë që ndikojnë në këto raste përfshin përdorimin e alkoolit, problemet psikologjike dhe rritjen e nivelit të irritimit. Raporti gjithashtu evidenton një problem të vazhdueshëm me qenë të ndacak në territorin e komunës së Gostivarit. Gjatë vitit 2024 është vërejtur një rritje prej 10 deri në 15% e numrit të tyre, ndërsa në vitin 2025 situata ka shfaqur shenja të lehta stabilizimi. Megjithatë, në vitin 2026 është regjistruar sërish një rritje prej rreth 10%. Autoritetet theksojnë se këto zhvillime kërkojnë masa të vazhdueshme dhe një bashkëpunim më të fortë institucional për të parandaluar dukuritë negative dhe për të rritur sigurinë në komunitet. Sipas raportit, vetëm përmes angazhimit të përbashkët të institucioneve dhe qytetarëve mund të sigurohet një mjedis më i sigurt dhe më i mbrojtur për të gjithë.